بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar shpjegimet nga ato gjërat të cilat kanë lidhje me Ramazanin. E neve sot me lejen e Zotit do mundohemi të trajtojmë dy çështje të rëndësishme. E para është obligimet karshi Ramazanit dhe sunetet karshi Ramazanit. Çfarë obligime kemi ne karshi Ramazanit? Duke ditur që Ramazani Allahu Jalla Jalaluhu nëpërmjet tij mundohet që neve na pastroj zemrat tona, na i pastroj trupin ton, na bëj njerëz më të mirë dhe më të devotshëm. Mirpo karshi kësaj kemi edhe obligime tjera të cilat neve nuk duhet të anashkalojmë kurse si, qoftë mbrana Ramazanit, qoftë jashtë Ramazanit. Pra kemi obligime të tjera të cilat kurse si nuk duhet të anashkalojmë. E një prej tyre është namazi me xhamat. Namazi në përgjithësi, që është shtyllë prej shtyllave më të rëndësishme të fesë islame pas shahadetit, i cili lypset nga muslimani që të falet me xhamat në mënyrë që sa më shumë të arrijë obligimin karshi Ramazanit, ta kryejë obligimin ndaj Zotit dhe ta meritojnë faljen e Zotit. Për arsye se mos falja e namazit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ka treguar nëpërmjet Kur'anit famullar që njeriu do mos ka me pasu epshin e tij. Allah Azza wa Jalla thot fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat. Pas tyre, pra gjeneratave të arta dhe të mira, kanë ardhur njerëz të cilët adaa'u as-salata, e anashkaluan namazin, nuk ja dhan hakun namazit, e lan namazin. E Allah Azza wa Jalla thot wattaba'u ash-shahawat. Dhe pastaj do mos është pasimi i epsheve. Do e mos të është pasimi i epsheve, i egos. E egoja epshe e dërgon njeriu në humnerë. Allah Azza wa Jalla thot fasawfa yalqawna ghayya. Këta njerëz të hudhen në ghayy, është një prej emrave të xhehenamit, Allah na rujt. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna shay'a. Këta njerëz janë ata të cilët përveç atyre që pendohen, që bën vepra të mira, këta do të futen në xhenet, la yudhlamuna shay'a, nuk do ju bëhet padrejtësi. Allahu Jalla Jalaluhu nuk i bën padrejtësi robërve të vet. Ne i bëjmë padrejtësi vetes. Kur ne i bëjmë padrejtësi vetes, mënyra për të na edukuar neve është me dënu pastaj njeriu, sepse Allahu Jalla wa Ala na i ka treguar rrugën e cila e dërgon njeriu në xhenet. Përpos agjerimit është edhe namazi. Aq ka rëndësi namazi me xhamat të dashur vëllezër, me falë së bashku në xhami, për ata të cilët kanë mundësi, domethënë janë duke kanë kohë të lirë dhe nuk vinë me fal namazin me xhamat në xhami, saqë Allahu Jalla wa Ala kur e sqaron edhe luftën kur bëhet me armikun, i sqaron mënyrën se si mu fal namazin me xhamat. Edhe në luftë, na e sqaron mënyrën si mu fal namazin me xhamat. Disa thot rrenin kam, e disa shkonin në ruku, e kur të kthehen ata për rukus tjerë shkojnë sejdë, në mënyrë që na i shpjegoj sa ka rëndësi namazi me xhamat. E për shembull, tek ne në Ramazan taravih mashallah xhamia mushet xhamia në taravih, është shëdet, falen 6 taravive, në sabah e ki 3-4 vet, 5-6 vet, që është më i rëndësishëm se gjitha namazet tjera me xhamat. Në drejk ashtu, ka mundësi me arë zvjen, në ikindi ashtu, në aksham, në yatsi ashtu më radhë. Dërsa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dashur vëllezër, na tregon se sa ka rëndësi për obligimet karshi Ramazanit edhe është falja namaz me xhamat, anna rajulan a'ma qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
lejse li qaidun yakuduni ila al-masjid. Ka ardhur një njeri i verbër tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeri i verbër, sheh me sytë e tij. Ka thonë, oj dërguari i Allahut, unë nuk kam një njeri, një ndihmës i cili më ndihmon me shku te xhamia. Unë s'di vetë me shku. Se jam i verbër, nuk e shoh ku është xhamia, nuk e di ku është rruga. As nuk kam ndihmëtar i cili më ka për dorë më në xhami. A kam unë arsye me fal namazin në shtëpi? A kam arsye me fal namazin në shtëpi? Farakhas lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, po ti ke arsye. Falamma walla da'a. Kur ka fillu me shku ky njeri, thuhet që ka fillu me thirr ezani. Ka fillu me thirr ezani. Rasulullah ka thënë, o ti filan, e tesma'u nida, hal tesma'u nida? Ka thënë, a ndëgjon ezanin për shtëpisë tone? Shtëpinë e kia që afër, sa që me thirr ezanin pa mikrofon e ndëgjon, se tash me mikrofon ndëgjohet larg. Po është qëllimi pa mikrofon kur është hyp minare dhe e ka thirr sa kap largësi ezani larg, ka thonë, a ndëgjon ti ezanin? Ka thonë, po. Qala nam qala fa ajib, atëherë ka thënë, përgjigj thirrjes. Atëherë ka thonë, përgjigj thirrjes. Njëri i verbër, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse ndëgjon ezanin, dush me përgjigj thirrjes. Nëse ke mundësi edhe je, domethënë njëri i cili je duke nejt edhe s'ki ku një farë obligimi, edhe nuk shkon me fal namazin me xhamat. Dhe edhe i verbër nuk ja ka leju deri në atë drejtë. Pse? Sepse Islami është fe sociale. Namazi e bashkon njeriu. Ramazani e bashkon njeriu. Zeqati e bashkon njeriu. Qëllimi është që ne me na fal Zoti xhalla xhelalu. Prandaj karshi Ramazanit, obligimet tjera që i kemi është prezenca në namaz me xhamat. Gjatë ditës, për ata që kanë mundësi, por edhe gjatë natës në taravi, edhe në sabah, edhe në namazet tjera. Ka ardhur një hadith të i rëndësishëm dhe i rrezikshëm në njëjtën kohë, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, athqalu as-salati 'ala al-munafiqin, salatu al-isha'i wa salatu al-fajr. Namazi më i rëndë për munafikat, namazi më i rëndë për dyftyrshat, për munafikat. Munafiku është ai i cili e fsheh mosbesimin në zemër dhe e shfaq Islamin vetëm haptazi, ndërsa në brendësinë e tij nuk është musliman. Ky është munafik, dyftërsh, treftërsh, dhjetëftërsh, i rrën fytyrat, në varret, domethënë çfarë ngjyre si kameleoni, ka shkon me një ngjyrë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, athqalu as-salati 'ala al-munafiqin. Namazi më i rëndë për munafikat është salatul isha'i wa salatul fajr. Namazi i yatsis dhe namazi sabah. Pse? Se është namazi i territ. Nuk e sheh munafikun gjithkohë, ai shkon për molidhu, shkon për me fal për Allah. E më i rëndë për ta është namazi i yatsis dhe namazi sabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thotë, "Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Sikur ta dinin çfarë shpërblime, çfarë sevape ka namazi i sabat me xhamat dhe namazi i yatsis me xhamat, kishin me ardh zhagaz sikur fëmiu i cili zhagitet. Fëmiu i cili nuk mund me heca i zhagitet. Thot në me dit njeriu, besimtari, musliman, çfarë sevape ka namaz i yatsis me xhamat, namaz sabat me xhamat, kishin me ardh zhagaz me fal këtë namaz. Çka ka vlerë? Sa që ka në hadith, ai që fal yatsin me xhamat është si më u fal gjysmën e natës. Ai që fal edhe sabahun është si më u fal tër natën. Si më u fal tër natën namaz nafile. Ndërsa hadithi vazhdon dhe thot: "Wa laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam." Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do të dëshiroja që të thirrej ikameti edhe ta qes dikon imam, thumma amra rajulun fa yusalli bin-nas. Dhe ta urdhroj dikon prej shokëve të mi të bëhet imam. Thumma antaliq ma'i bi rijalin ma'ahum hizamun min hatab. Edhe dal unë me një grup tjetër me dokrane, thot, që i kanë me veti, ila qaumin la yashhadun as-salata fa ahriq alehim buyutuhum bin-nar. Në mënyrë që ata që së prezantojnë në namaz me xhamat dhe kanë mundësi, ja u kallë shtëpiat. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'është fjala jeme. Wallahi me bëmë anis, çto ma hiç më shumë çto të na me bëmë anis.
S'di jap shtën ai shtëpi pa u kallë. Nuk e di jap shtën një pa u kallë. Shtirë. Pse? Aq ka rëndësi namazi me xhamat të dashur. Aq ka rëndësi namazi me xhamat. Aq ka rëndësi namazi me xhamat. Sepse e ruan muslimanin, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Namazi e ruan muslimanin nga gjërat e dyta dhe nga gjërat e urryera. Thot Abdullah ibn Mas'udi, "Men sarrahu an yalqa Allah musliman ghadan, falyuhafidh 'ala haula'i as-salawat." Ai që dëshiron nesër me taku Zotin e tij musliman. Na kem qef me taku Zotin musliman, alhamdulillah. Ai që dëshiron thot me taku Zotin e tij nesër musliman, falyuhafidh 'ala salawat. Tirun 5 kohë të namazit. Tirun 5 kohë të namazit. Për shkak thot haythu yunada bihin, atëherë kur të thirret koha e namazit. Fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda. Sepse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot, na I ka treguar rrugët e udhëzimit. Rrugët e udhëzimit. Fa innahunna min sunanil huda. Namazi është prej rrugëve të udhëzimit. Qala wa ma takhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Edhe nuk e kundërshton namazin me xhamat, nuk ka ardhur në namaz me xhamatën kohën tonë, vetëm se munafiku I cili e kem ditë që është munafik. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu. Thot në kohën tonë, kohën e Resulullahut, nuk ka ardhur namaz me xhamat, vetë se dy fytyrshi ka mungu, tjerët jo. Andaj dashur vëllezër, karshi Ramazanit I kemi edhe obligimin e namazit me xhamat që është obligative për burrat, është obligative për ata që ka mundësi dhe që është mashkull, sepse gjenia femërore nuk ka obligim namazin me xhamat. Obligimi I dytë karshi Ramazanit dashur vëllezër është prej kulturës së agjëruesit që ka obligim është me u largu gënjeshtrës, rranës, mos më gënjë në Ramazan. Gënjeshtra është ndaluar gjatë tërë vitit, gjatë tërë jetës. Është haram sepse o prishinohet mëdha. Po sidomos në Ramazan mundu muslimani as për hajgare mos më rrejt. As për hajgare mos më rrejt. E gënjeshtra më e madhe, rrana më e madhe është me gënjy për Allahun azza wa jalla. Me thonë kjo është halal, kjo është haram, kjo bën, kjo s'bën. Gënjeshtra më e madhe është kur njeriu fol në fe pa dije. Fol në fe pa dije, jep fetva pa dije. A bën, më se ai s'ka lidhje. Ai që thot bën, du të me pas argument për këtë punë. S'ka argument pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kadhaba alayhi thot, men kadhaba alayhi muta'ammidan, falyatabawa maq'adahu min an-nar. Ai që gënjen për mua thot, me qëllim, s'kum thonë në diçka, thot ka thonë pejgamberi pa thonë në hiç, thot t'ja përgatit vetës një karrike në zjarrin e xhenemit. T'ja përgatit vetës një karrike në zjarrin e xhenemit. Qofse thot dikush që ka thonë Allah ose ka thonë pejgamberi pa thonë hiç. Pa thonë hiç. Më mundu që me shpjegu fen nga mendja e tij, me arsyetu të kotën e tij, me arsyetu mos obligimin e Zotit. E Allah azza wa jalla thot: "Wa la taqulu lima tashifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram." Mos thoni ajo që del nga gjuha juve, kjo është halal dhe kjo është haram, li tefteru ala Allahi al-kadhib, në mënyrë që jam veshni Zotit gënjeshtra, sepse gënjeni për veten e ju. Allah azza wa jalla nuk ka zbrit këtë libër në mënyrë që na të gënjejmë njëri tjetrin. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Ata që janë veshin Zotin këtë cilësi, la yuflihun, nuk shpëtojnë ditën e gjykimit. Mata'un qalilun wa lahum 'adhabun alim. Kanë një përjetim të shkurtë dhe kanë dënim të rënd. Prandaj dashur vëllezër, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë el-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Gënjeshtra e dërgon njeriu në gjunah dhe gjunaha e dërgon njeriu në zjarr. Pastaj thot, njeriu vazhdon të gënjej, o yataharra al-kadhib. Vazhdon të gënjej çdo herë, edhe e ka mësuar gjuhën e tij me gënjy. Hatta yuktab 'inda Allahi kadhaba. Derisa shkruhet te Allahu
filani, biri filanit, rrenc. Titullin e ka, domethënë profesionin rrenc. Do të vazhdon me rrejt dhe me gënjy, derisa te Allahu shkruhet me këtë emër Allahu na rujt. Allahu na rujt, domethënë shkruhet gënjeshtar. Prandaj muslimani duhet gjatë tërë jetës mos me gënjy, po sidomos në Ramazan, me herujt gjuhën e tij, me herujt syrin e tij, me herujt dorën e tij, me u mundu që mi marr të gjitha shkaqet që Allah Azza na fal neve dhe të na bëj prej atyre besimtarëve që ai është i kënaqur me neve. Obligimi tjetër karshi Ramazanit është largimi nga gibeti ose përgojimi, që ne shumë shpesh e themi që ne si popull e kemi smundje kronike, e pashërueshme të popullit shqiptar është përgojimi ose marrja në përgoje tjetër. Është e smundje pashërueshme. Smundje e cila në moment që rrin një veç 5 minutë me dikon e vren. Patjetër duhet me marrë dikon në përgojë dhe me përgoju. E është prej gjunave të mëdhaja. Është prej gjunave të mëdhaja. Kjo smundje që ne duhet ta largojmë gjatë tërë vitit, gjatë tërë jetës, sidomos në Ramazan. Sidomos në Ramazan. E ke thirr dikon në iftar, me eneru, me marrë sevapin e agjerusit. Mas iftarit krejt që i sevap shkon hoq. Pse se të janë nisë mahallës, për në fund të i kryet, kush që ka bani, që ka maraj, shkun se vapë. Sepse kur ne e përgojojmë dikën, ne, a i na i merë se vapët, ne duke më së ditë. Qëka është përgojimi? Përgojimi është definicioni i ti. Dhikra akhake bima yakra. Me përmend diçka për vllahun tonë musliman. Jo vllahun biologjik, por çdo njeri. Me përmend diçka për to që ai e urren, sikur të kishte qenë prezant. Me qenë ai prezant, si kishte folë të Allahut. Kjo është përgojimi. Më thonë, edhe në shofë se është hak ajo që e thu ti, llogaritet përgojim. Sepse s'kish pas qef ai me folë me pa qenë prezant. Ndërsa me pa shpif, me folë diçka që se ka, është shpifje, kjo hala ma e ranë. Kjo është hala ma e ranë. Andaj dashur vëllezër, këto ditë që na kanë mbetë Ramazanit, ti largojmë këto nga sofra tona, përgojimin nga familjet tona, nga rrethi jonë, ti këshimi punët tona. Sepse në moment që flasëm për diken, kemë më u ballafaqu me to në gjyqin suprem, to ta keni me dije. Jo në gjyqin e kësaj dynjaje, se këtë dynja gjyqi është hajgare. Kjo për fukaron vlen, për spasonikin zvlena. A i vjedhe 1 milioner o zunë kufe, e lëshun. Me pas zonë me një kërë druë se kështë lëshuat, a alon burgish, të pas ja kështë druë zonin 5 dite. Ama 1 milioner e lëshon sa i. Me angër dikush. Këtë dynja është hajgare kjo punë. Te gjykatë si suprem para Zotit, kur ti folë për dikën së është prezent, kemu u ballafaqu me to nesër në ditën e gjykimit. Ai ka marrë me thonë, po mirë be filan, çka të hynë anën hak që ti më ke përgoju, ke shpi për mu, ke fol keq për mu. Këtë duhet me kujtu muslimani. Kur ne e kujtojmë këtë çështje, nuk mirë me mo me këtë punë, se ne e dim që janë pavlera, janë të ulta, janë cilësi e ult. Prandaj, dashur vëllezër, Gjibrili alayhis salam ja ka tregu Resulullah sallallahu alaihi wasallam çfarë që veproi këta njerëz ditën e gjykimit. Kur Muhamedi alayhis salam është ngrit në Miraj, në ditën e Isras dhe Mirajit, kur është ngrit mbi 7 qiej me urdhën e Zotit, i ka pa disa kategori të njerëzve. Një prej kategorive të njerëzve që i ka pa Resulullah ka qenë disa njerëz me thoj të bakrit. Me thoj të bakrit të cilët i kanë ngry fytyrat e tyre dhe gjoksat e tyre. Kanë ngry. Pejgamberi alayhis salatu wasallam u çudit, ka thonë, o Xhibril, ka thonë, kush janë këta njerëz? Non stop e kanë vepruar çat punë. E kanë çel veten në gjak, prap kanë vazhduar. Kush janë këta njerëz? Çka bën, çfarë vepra të këqija po bëjnë këta që Allahu i paska dënuar këtë formë? Ka thonë, haulai alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Ta janë ata të cilët të hanë mishin e njerëzve, jo në aspektin e kanibalizmit, po duke i përgoju ata. Duke i përgoju dhe e prekin derën e tyre me fjalët e tyre. Këta thot janë ata. Këta janë ata që miren me përgojime. Allahu Jalla wa Ala ja bën të mundur që ashtu siç janë mundu me ja marr fytyrën dikujt, me e gry fytyrën e vet në ditën e gjykimit. Me e gry fytyrën e vet në ditën e gjykimit.
Për këtë arsye muslimani duhet të ketë kujdes nga përgojimi, sidomos gjatë Ramazanit, sepse Ramazani është muaj i ibadetit edhe në muaj i gjunoheve. Dyrtë e xhenemit mshelen, mos u mëro mi qel me zor. Mshelen ato. Nuk bën gjunoh muslimani në Ramazan, duhet sa më minimalisht mi u ik gjërave të këqija. Pastaj prej gjunoheve ose prej obligimeve që ne kem karshi, Ramazanit është largimi nga bartja fjalëve, gjuna në veti. Përgojimi është diçka tjetër. Bartja fjalëve është prej gjunave të mëdha. Me shku te filani dhe mi thon, "Hey, a di çka ka thon filani për ty?" Ka thon kështu. Kjo mi bart fjalë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon, "La yadkhulul jannata an-namam." Nuk hyn xhenet ky bart si fjalëve, nuk hyn xhenet. Dhe merë rregull, ai që vjen te ti me i bart fjalë të dikujt, kur mos e pranon si të tillë. Po tregoj që kjo është haram. Dhe ai që i ka bart fjalë për dikun te ti, dije që nesër prej ti e kam i bart te dikush tjetër. O rregull, është rregull. Andaj mos e pranon njeriu në tillë. As shok, as mik, as mos ja pranon Allahun. Sepse Resulullah thot, nuk hyn xhenet në mem ai që i bart laf. Sa i prish punë, ai përçon njerëz, ai përçon familje. Prandaj nuk duhet marrë parasysh, sidomos ne duhet i ikemi në Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që bartja fjalëve para se më u dënu në botën tjetër, Allahu e dënon në varrin e tij. Allahu e dënon në varrin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pranë dy varreve dhe pejgamberi nuk e ka ditë të fshetën, nuk e ka ditë çka do bëhet atë varr, po ardhi Xhibraili alayhis salam dhe i ka thonë Allah azza wa jall po tregon ty që ta dy persona janë duke u dënuar në varr. Innahuma yu'adhabani fi kabir. Edhe nuk janë duke u dënuar me do vepra të mëdha në synin e ju. Te Allahu janë të mëdha, ama në synin e ju thjeshta janë. I kaloni këto pa problem. Ka thonë njoni për tyne dënohet në varr për shkak se nuk është rujt prej stërpikave kur e ka kry urinën. Edhe nivohet fiziologjik. Do thonë rrugës për Prishtinë ja kanë al kerrën në vend çash edhe si sruhet të rritë. Do as nuk ruhet nga publiku, as si vjen marrë që kalon dikush me familja, si çiç pesë parë si. Do thonë çati në rrugë çash. Çfarë thua ti? Do thonë çasi kulturë, domethënë kena kanë herë që me të vërtet gërditet njeriu nga veprimet e tilla. Por ai pari nuk është rrugë nga stërpikat e urinës. Se i dyti nuk është rrugë nga bartja e llafëve, ka bëjt llafët tek të tjerët. Dënohet në varr para se më dënuar te Zoti xhallahu ala. Domethënë tek ne këto dy gjunohe janë kalimtare kur gale se kem këtë puna këta. Hiç gale se kem. A ki kujdes kur i kryen nevojë fiziologjike, po të pikë në trup, në tesha me të cilat i kemi u fal, ai pastron durt me të cilat kemi fol dikujt, apo si pastron durt. Kjo është shumë e rëndësishme, për këtë arsye do të më kthyat mërhabon e plezhve tona, sidomos kohën moderne. Si ka fol për dorë, ka mërhabo burra se. Ku më ditë ku ka ja. Që të lasht më. Për këtë arsye, bartja e fjalëve është prej veprimeve që e bën muslimanin besimtarin të dënohet në varrin e tij dhe të dënohet në ditën e gjykimit. Andaj obligimi i karshi Ramazanit na bën që neve të ruhemi nga këto gjunohe. Të ruhemi nga këto mëkate gjatë jetës, por sidomos në Ramazan të dashur vëllezër, kemi kujdes për arsye se Ramazani o ardh që neve me na gdhend, o ardh që neve me na i çel të gjitha rrugët e faljes, i ka hap Allah dyert e xhenetit, i ka mbyll dyert e xhenemit dhe e përgatit xhenetin dhe e zbukuron xhenetin çdo ditë të Ramazanit për robërit e tij. Dhe në ditën e fundit të Ramazanit, Allah azza wa jall të gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e liron nga zjarri i xhenemit, Allah na bë prej tyre ata të cilët ja kanë dhënë hakun Ramazan. Ata të cilët janë munduar me ia dhënë hakun Ramazanit. Qoftë në ibadet, qoftë në fjalë, qoftë në vepra, qoftë në heshtje. Kur është dashur me hesht, në mënyrë pastaj që ta meritojmë faljen e Allahut azza wa jall, duke lutur Allahun që të na falë neve dhe ju, na mbetën edhe disa pika mirë po ja që kua e zanit të shtarë, duke lutur Allahun azza wa jall që të na falë neve dhe juve,
na bëj prej atyre besimtarëve të cilët Allah azza wa jall na pastron nga mëkatet, na pastron nga gjërat e dyta dhe të urryera, dhe të na i falë mëkatet tona, të na bashkon në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.